Pas publikimit të një videoe elegante në Instagram, rrjetet sociale shpërthyen me aludime se Danja Koka ishte martuar fshehurazi. Pamjet e saj e veshur me një fustan të bardhë nuseje morën vëmendje rekord, duke bërë që shumë ndjekës të besonin se ajo kishte kurorzuar një histori të re dashurie. Komentet, urimet dhe dyshimet nisën të vërshonin, ndërsa emri i saj u bë një ndër më të kërkuarit e ditës. Në video, Danja shfaqej e qeshur, me një elegancë që e karakterizon prej kohësh, duke i shtuar edhe më shumë mister gjithë skenës. Shumë prej fansave të saj menduan se ky ishte një moment i vërtet emocional dhe se ajo po ndani me publikun lajmin e një martese sekrete. Madje disa portale nisën ta paraqisnin videon si lajm të konfirmuar. Por e vërteta rezultoi krejt tjetër. Danja nuk ishte martuar dhe nuk ishte as një ceremoni të zhvilluar në fshehtësi. Ajo thjesht realizoi një bashkëpinim profesional me një biznes fustanesh nuserie, duke qenë se prej vitesh është një nga modelet më të kërkuara në tregun shqiptar. Videoja ishte pjesë e një fushate promocionale e krijuar enkas për të prezantuar koleksionin e ri të brendit. Ky bashkëpunim i dha asaj mundësinë të shfaqte anën e saj artistike, duke kombinuar elegancën me profesionalizmin. Si gjithmonë, Danja arriti të tërhiqte vëmendje maksimale, por kësaj herë ndjekësit e saj e morën videon shumë më seriozisht se sa duhej. Pavarësisht spekulimeve, ajo zgjodhi të mos reagojë menjëherë, duke e lënë publikun të fliste. Në fund, gjithçka u qartësua. Videoja ishte thjesht një fushat mode, ndërsa Danja vazhdon të fokusohet në karrierën e saj si modele. Aludimet rreth martesës sajuan shumë debat në rrjet, por një gjë mbetet e sigurt, çdo paraqitje e saj arrin të bëhet trend dhe të kthehet në temën kryesore të ditës.